kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Allahu thot, natën pak kanë flajt. E që kanë bukta natën? Allahu në gjellë kanë edhe ruatën. Namazin natës të rrëdhë dhezër, a është farz? Nuk ka farz. Nuk ka farz. Nëse një njëri kur s'fal namaz natë, a me falë 5 vakte rrët për harameve, a musliman, po musliman, është kanë gjenet, po inshallah. E pse këtu Allah kur për i kalzan banorët e gjenetit, po përmendi qka që nuk e bën gjithë kush. Për shkak se që shka dalimin dunjo, dalimin e të ndoja. Ande këto Allah bëjë për elitarët, po fletë për të meqmit që e din me kalkulu, a me flajt a mos me flajt. Ata kalkulu ndryshe, jo si tjerë të vëdhën. Edhe shikoni të vëzër bukurin e kësë shprej se këtu ka, në këtë jetë, shumë ka me thonë. Vesh 2 dobi. Allahu nuk po thotë, kanë qënu të zgjuar gjatë, po thotë, kanë flajt pak. Cëla është pjesa që lavdrohen? Pse kanë flajt pak, a kanë e qut gatë? Për çka lavdrohen ata? Për çfarë pjesë? Për që kanë flajt, a për që në konë qut? Po për që në konë qut, livdojnë, për që kanë flajt, apo? E pse po i lavdron me gjumë, e s'po i lavdron me zgjim? Pse? Kjo shumë është e hullot. Qëto është e që e kemi cikë, ta kemi e konë vedia, që Korani ja besimtarët, me vedisu qysh i modë sentër. Nga sa ata, kur kanë flajt për mu që mu falë, jo pëse i ka kop gjumë jaftën. E kupton? Se surja po të mëson se në fund, wa ma khalaqtul jinna wal insa, ti e kërë për ibadet, tash këtë qëllim tjetës, duhesh me e shëndru në mënyrë të menduarit, në koncepte, në kalkulime, krejtë e shë kalkulan. Edhe kur flanë tash nuk flanë se, qysh pse flaj natën, e kur me flajt, vazhdojmë, vazhdojmë, flaja. A i flanë, jo, thot, nëse e sapi e qëtë mos me flajt, nësë flaj, me ishtë të matën i herë. Në i flanë sa me pushu, me marë forcë, nga se jetë është adorima. Andaj e ka përmen edhe gjumin, për shkak se edhe gjumi i këtyne elitarëve është ibadet. Mos flasin për zgjimin e tyne. Komenti i dytë është, kanë thonë djetarët, ata, do më thonë, nga nata, kanë gjithë pak kohë për adhurim. Mos kanë flajt ta natën. Pak kanë gjithë vakt. Kanë flajt, po dhe kanë gjithë pak vakt për adhurim. Që kjo është i mirë, në përshtatët atë. Që stuja njës të një për me shku matutje. Do më thonë, nuk qenë kanë menquri. Sështë menquri. Nuk është tregues i devotshmërisë së qëndrueshme dhe cilësore, nëse flenë gjithë natën të në sabah. E sa mund me konë të një menquri që flenë e ti kësa bohë se falë heqë, të një kjo është me kalkulimet e asë beduineve zëllë madhe. Sa i bile fazën e ka diqë me falë me vakë vetëm. Ta asë me kalkulim beduinesh nuk delë që mos me falë sa bohë me vakë të zëllë Allah, së rësot. Pas e Allah thot, wa bil eshari hum yastaghfirun. Ta një kur vjen kuha fundit, ka fundi, ata e kalon në kërkim falje. Por në ndërë, qëfar përullje? Në mund, falet natën, prish gjumin. Edhe për ta që falen shumisën e natës, jo si që shumë na, që aty përgut një 10 dakika, 5 minuta para sabahit, muqu, alhamdulillah, edhe kur përmenet namazi natës, ta i thot në vetin, unë qonë, e në gjithë vetin nga ata që falen namaz natën. Jo, thot për ata që falen ka 3 orë, 4 orë, për qësa Allah për shetët? Apo këmëtani? Edhe i në fund thot, astaghfirullah. Ai s'po të thot, ai që bën istighfar. Allahu po u anxhir publikisht sekretet e paruljes, nënshtrimit, modestis para madhnisë Allah te barekutaala. Në gjithë këtë adhurim edhe se ka vetë beqimi, se ka mendje madhësia, absolutisht. Nuk thotë, na që më po fona, këta banesa këtu flajtën, jo Allah, ata flajnë është ta po s'dijet, unë i kom gjinohet e mija, i kom punë të mija. Nuk lejon të mashtrohet kur nga punë të mira, nga aktiviteti, e shë vetën bërshli gjithmonë në raport me Allahun te barekutaala.
Në për me qëka Allah i ka jep, pak është duke bo. Ma djela të herë kër e bën në filen, jo vetëm farzin. E po, 2 punë i bën, 3 punë i bën, e pret aplaudime, pret certifikata, pret mirë njohje, pret me ullë dikon. Puna, ec,